Përshëndetje të gjithëve. Recetën më të thjeshtë të ballokumeve do përgatisim ditën e sotme. Unë ballokumet sot do i përgatis në një robot kuzhine dhe koha e përgatitjes së tyre nuk zgjat më shumë se 30 minuta. Filloj me përgatitjen. Në fillim shkrim 300 gram me gjalp. Në cilësinë e ballokumeve shumë e rëndësishme është edhe cilësia e gjalpit. E shkrim gjalpin dhe më pas e shtojmë në tas. Bashkë me gjalpin shtojmë 300 gram me sheqer, gjithmonë sasinë e sheqerit mund ta shtoni ose ta paksoni. Dhe me robotin e kuzhinës do t'i përziejmë për gati 20 minuta derisa masa të shkumohet, të zbardhet gjalpi me sheqerin. Dhe sheqeri natyrisht që të ketë shkrirë plotësisht. Nëse dëshironi, sheqerin mund ta shtoni edhe sheqer pluhur. Kështu duhet të jetë gjalpi me sheqerin. Në këtë moment fillojmë të shtojmë vezët. Kemi 4 vezë, i shtojmë një nga një me interval kohor 2-3 minuta njëra nga tjetra. I shtojmë vezët radh. Nena. O shpirt. Do. Benena ballokum. I shtuam të 4 vezët, më parë unë kam përgatitur finj, finja është hi me ujë të nxehtë. E kam lënë të kulloj, lihet disa orë të pushoj dhe më pas shtohen 2 lugë të gjellës me finj. Nëse nuk keni finj, fare mirë mund ta zëvendësoni me qumësht. Është koha për të shtuar miellin. Ndryshoj me likën e robotit. Kjo është e lika që përzihen vezët, ndërsa kjo tjetra është për brumin. Sërish të ndezim robotin, nuk e theksova, por robotin unë e kam në shpejtësi maksimale deri në fillimet e përgatitjes së ballokumeve. Pak nga pak fillojmë të shtojmë miellin e misrit. Nëse doni, mund t'i shtoni edhe 2 lugë miell gruri. Unë po ja shtoj gradualisht me lugë, diku te 600 gram me miell. Mund t'i shtoni edhe më pak, por ballokumet nëse brumi është i butë hapen shumë dhe nuk e ruajnë formën. Më pëlqen ta ruajnë pak formën. Brumi tashmë është gati. E largojmë nga tasi. Përziejmë shumë pak. Largojmë helikën dhe fillojmë të përgatisim ballokumet. Në tavë kam vendosur letër fure. Fillojmë të vendosim ballokumet duke i lënë hapësirë nga njëra tjetra. Pasi gjatë pjekjes, ato do fryen. Pjekjen mund ta bëni në 180 gradë për 20-30 minuta, por edhe në 200 gradë, kur janë ato furrat e mëdha, ballokumet piqen mirë. Ja dhe ballokumet e pjekura, sigurisht që nuk ishte një tavë, kisha dhe më tepër, dhe shikoni sa të mira kanë dalë, janë pjekur tamam, brenda janë tepër të buta, aroma e gjalpit ndihet shumë mirë dhe nuk më kanë lodhur fare. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Gëzuar të gjithëve ditën e verës.